Një ngjarje e rëndë tronditi të dielën në qytetin e Maliqit, ku për shkak të një zjarri në banesë kanë humbur jetën një nën 38 vjeçare dhe djali i saj 14 vjeçar. Vajza e vogël vetëm 6 vjeç ka mbetur e plagosur rënd me djegje të shumta dhe ndodhet në Tiranë në gjendje kritike për jetën. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi në orët e mesdites së 19 tetorit. Shërbimi zjarfikës i Maliqit mbërriti menjëherë në vendngjarje, por fatkeqësisht flakët kishin shkaktuar dëme të parikuperueshme. Shefi i zjarfikëses së Maliqit, Sadik Halili, tha se njoftimi u mor rreth orës 13:30 dhe se ekipet ndërhyn menjëherë, por në momentin e mbërritjes zjarri ishte shuar. Në obor u gjetën fëmijët, djali pa ndjenja dhe vajza e plagosur rënd, ndërsa në kuzhinë u gjete asfiksuar nëna e tyre. Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit, ndërsa dyshimet e para lidhen me sobën e ndezur me dru apo me fije shkrepse të gjetura në dysheme. Ne njoftimin e kemi marrë në orën rreth orës 13:30 datës 19. Njoftimin e morëm nga salla operative e policisë. Dhe menjëherë pastaj me marrjen e njoftimit se distanca është afër këtu, për rreth një minutë kemi ardhur këtu në vendin e ngjarjes. Kur kemi mbritur ne në vendin e ngjarjes, zjarri nuk ka pasur brenda në banesë. Ne kemi gjetur të dy fëmijët, edhe djalin edhe vajzën i kemi gjetur përjashta. Djali ka qenë i pavetëdijshëm, kurse vajza ka qenë e vetëdijshme. Dhe tek dera e kuzhinës kemi gjetur nënën e tyre në gjendje të asfiksuar. Domethënë kishte ndëruar jetë. Morëm ambulancën, ju dham ndihmën e parë, i dërguam në spitalin e Korçës. Për këtë ngjarje është ngritur grupi hetimor, pjesë e cilit jam edhe unë, për të gjetur shkakun e zjarrit që ka ndodhur në këtë banesë. Tashi, për momentin kemi dy versione, se brenda në kuzhinë ka qenë soba me dru zjarri, dhe poshtë në dyshemie kemi gjetur disa shkrepse të ndezura. Tashi, për momentin ky është rezultat paraprak, nuk mund të themi një rezultat përfundimtar. Ndër dëshmitaret e para të ngjarjes ishte fshinja Xhemile Kapari, e cila tregoi momente dramatike ku gjeti vajzën e vogël në obor, të djegur dhe në gjendje të rëndë. Ajo rrëfen se familja përballej me vështirësi të mëdha ekonomike dhe se dy fëmijët ishin me probleme shëndetësore, duke e bërë situatën edhe më të vështirë për nënën që i rriste e vetme. Edhe qante e çuka, qante në bord. Ta hap derën, nuk kur shikoj atje se kishe futur në kazan me të zgjedhë kishe ndalë. Pastaj thja këtë komshion lart. Tash urimi, hajde shpejt çka kanë ngjarë në shtëpi e varrit. Çka kanë ngjarë? Ta nuk e di, tha nuk shikoj dot i thash unë. Se më driçë trupi se isha edhe me zemër nuk u duroj një dot. Kur vajtëm çfarë të shikonim. Më tha kjo është e djegur tha. Po si ka mundësi që në Stabori? Si ka mundësi që në Stabori? Kur i ram derës me këmbë, e hapëm derën djalë ka qeshtri kështu barkas. Kembe dhe kra hapu kështu, tash urimi kë ka vdekur. Tash po nga ke vajtur moj memi, ajo kështë qënë të ajo brenda, po nuk i pandehen. Vetëm kur erdhi pasaj policia zjarfikse e pikas në kishe brenda, ajo që nga brenda dhe jema, tha, e djegur, tha. Kishën, me të jesh me dy të sëmur në shpi, me një rogë, të thua ashtë i kempi, po kemi 100.000 lekë, është nuk e rrinte. Kishte shumë fukare njëshë, edhe i dimonim, edhe i flisim dhe t'jemës, të ishë dy. Sa do njëse mban do të mban të dy autikë. Ngjarja ka tronditur gjithë qytetin e Maliqit. Kryetari i Bashkisë Gëzim Topçiu shpreu ngushëllimet për familjen dhe tha se institucionet vendore do të jenë në mbështetje të plotë të tyre, si me ndihmë financiare, ashtu dhe me mbulim të shpenzimeve të ceremonisë mortore. Ai shtoi se rasti duhet të shërbejë si kamban alarmi për institucionet sociale për të forcuar mbështetjen ndaj familjeve në nevojë. Një situatë e vështirë jo për ne si institucion, por për gjithë qytetarët e Maliqit, cilat shprehim ngushëllimet për familjen. Shpresojmë që vajzat bëhet mirë, i urojmë shërim të shpejtë. E patjetër që bashkia do jetë mbështetje të familjes, të gjitha mundësitë që ne kemi për ta mbështetur financiarisht, por jo vetëm, kështu që patjetër do jemi çdo ditë në krah të kësaj familje, e cila jo vetëm për te, por për të gjithë ne ka qenë një situatë shumë e vështirë. Vetë qyteti sot është në një zi të plotë.
e ngushëlloj familjen, i jap forcë në emër të pushtetit vendor, e të shpresojmë në fundit që vajza e vogël të bëhet sa më mirë. Po të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me ceremoninë, por jo vetëm, do të mbulojnë nga bashkia. Ka detyrime ligjore për te, po patjetër unë do të marr disa nismat time personale me biznese që aty të jetë ndryrja më shpejt, jetë më e njëhershme dhe mos presim këto procedurat ligjore që ndonjëherë zgjatin shumë edhe kur rasti është shumë i veçantë edhe ne duhet të ndryjmë a kemi mundësi që nesër. Po nga informacioni që unë kam, ajo ka qenë pjesë e shërbimit social që ne, e qendrës komunitare që ne kemi aty. Nuk besoj që aty të mos kemi patur ndihmat e nevojshme, rasti është fatkeq për të qenë sinqert, por ne kemi raste të shumta të tilla të cilat i trajtojmë rast pas rasti, i mbështesim, patjetër që kështu do të vazhdojmë se kemi në fundit jo vetëm detyrim ligjor, por raste të tilla duhet të jenë një kamban alarmi për të gjithë komunitetet, për të gjitha institucionet, e patjetër edhe për neve. Ndaj edhe ky le të jetë një rast që të na jap një forcë më shumë edhe të marrim masa më të rrepta edhe më të gjera për t'i mbështetur dhe për të marrë nisma që t'i parandalojmë ato çfarë ndodhi. Malishi është në zi, një nënë dhe 2 fëmijë që luftonin çdo ditë me vështirësitë u prekën nga një tragjedi që shoi një jetë familjare të brisht, ndërkohë shpresa e vetme e mbetur është përmirësimi i gjendjes së vajzës së vogël, e cila po lufton me jetën në Tiranë.